Tani kjo historia e varrezave është shumë interesante, sepse është anafilla e gjithë kësaj problematike. Pra konflikti ka nisur nga ato varreza? Ajo është anafilla e problemit. Konflikti nuk ka lindur nga varrezat, konflikti ka lindur nga dashakesia e njerëzve. Por varrezat janë, le të themi... Ajo pika ku ata kapën vogël. Ato kujt janë ato varreza? Çfarë varreza janë ato? Ato janë varreza që nuk dihet se të kujt janë. Janë gojdhëna që janë të ushtarëve turq. Edhe është një nga hipotezat që qëndron më së forti, sepse aty kanë qenë dy varreza shumë të mëdha, me gure mallshtore, me shkrime arabe, kanë qenë edhe mbi 15 varreza tjera të vogla, të thjeshta. Pra ka patur diku tek 18 varreza. Unë jam dëgjuar rreth 20 varreza, kam dëgjuar herë 20, herë 25, herë 15. Të cilat kanë qenë që në kohën e vjerit tënd? Po, ato unë kam pyetur pleq këtu të fshatit dhe thonë, për shembull kam pyetur një plak vjetër dhe tha, unë më nënë, tha, kam lindërit këtu, tha, vjera ime, tha, ka vdek 85 vjeç, tha, dhe thot nuk e mbaj mend të jenë hap në herë të vorë dhe nuk e dim në të vërtet kujt janë. Hey people, për më shumë video si këto, ju ftoj të ndiqni faqet për Kaca.